Gjergji qafe sa është sot? Shumë bukur, është një ditë për mjedisin, marshim për mjedisin, fantastik. Ta ruajmë natyrën, janë shkollat e Rëshenit, edhe të shkolla profesionale, shkolla e Rubikut. Dhe është gjë shumë e bukur kur inspirohen fëmijët, ta duan natyrën, mësojnë për të dhe mbi gjitha marshojnë. Kjo është shumë e rëndësishme, faktikisht është shumë e rrallë. Motra Adelina bën një punë shkëlqyer për komunitetin e Rubikut dhe sidomos për fëmijët. Është gjetë edhe një gjë shumë e veçantë sepse mesazhet që janë dhënë janë mesazhet e Papa Francesku, domethënë edhe sot është edhe si një homazh për Papa Francesku, një nga homazhet më të bukura sepse Papa Francesku ka folur për paqen, për vllazërinë, për njëri tjetrin dhe për rujtjen e natyrës globale, jo vetëm kështu. Pra duhen në natyrën, ruajeni jetën, ishte mesazhi i tij. Absolutisht. Dhe këto mesazhe janë fantastike, shihni ja të gjithë, por i shoh fëmijët shumë është fantastike. Duhet falenderoj edhe Nikolin Jagën. Nikolin, faleminderit shumë që ti mbështet shkollat, e mbështet Rubikun, mbështet inspirimet e lëvizjeve mjedisore. Punët që fëmijët e qendrës punëtorore Rëshen kanë bërë duke përdorur materiale të riciklueshme. Po të fillojmë me fytyrën nga ta. Dhe ne me këtë marshim nderojmë figurën e tij. Dhe ne do të kufizohemi ata me një plan, do të përdorim kremasi për darë dhe hir. Gjë që shpjegon faktin që secili prej nesh po thot për ditë më shumë e pangur kur e egoist. Në lidhje me atë që ka dhe në lidhje me marrëdhëniet që ka ndërtuar. Mos shpërdorim atë që ne jemi. Qofshin e tuaj, i cili është i shkrimshëm, nëpërmjet ti na ndriçon. Në qeli ke krijuar të qata dhe të çmueshme dhe të bukura. Qofshin e tuaj, Zoti, për motrën e për motrën e vejtër dhe të kthejnë. E për shostin e për karakteristat e tyre. Qofshin e tuaj, dëshirojmë të dërgojmë një mesazh për të gjithë Shqipërinë. Mirësi për natyrën. Kam pa këtu të pranishëm sidomos Gjergj Marku, dëshirojmë në emër Peter Gjergj për të pak për vitin. Nga ky vend i vogël si që është Rubiku, dëshirojmë nëse është mundur të transmetojmë një mesazh për të gjithë Shqipërinë tonë të dashur. Tre pika thonte Papa Francesku duhet të ndjekim e të shkuar kundër mentalitetit të kësaj bote, që është një mentalitet shumë shpërtzues, shumë shpërdorues dhe shumë mos përfillues. Papa Francesku thot tre gjëra: ta pranojmë vetën si dhuratë të Zotit, të mos shpërdorojmë dhuntit që Zoti na ka dhënë dhe të mos shtrajtojmë njëri tjetrin. Kam dëshirë të bëjmë një bërë për Papa Francesku, i cili me ka dhënë një mesazh që uroj, sidomos mësuesit, i
se mbaj parasysh faktin se edhe ne njerëzit kemi të drejtë të jetojmë të lumtur, duhet të mendojmë edhe për degradime mjedisor dhe kulturën si skartimin mbi jetën e personave. Sot shumë qytete janë bërë të papranueshme për shkak të mbipopullimit dhe të varës tullave që rrënës dhe asfaltit dhe po humbasim kontaktin fizik me natyrën. Po bëjmë investime vetëm për ruajtjen e habitateve dënore dhe të mëdha. Ndërkohë që pra të zona ku jetojnë të skartuarit e shoqërisë, tregohet më pak ose as pak vëmendje. Se nada ne tonë të lëri, a e nada sepse kishte dashuri e përsëri për ne. Marrëdhënia jonë me tokën, pra natyrën, është e padashme prej vëllazërisë e besëmërisë. Nëse e di vlerën e tokës,